Të nderuar shikues të Veriusporti, jam drejt përse drejti nga tribuna e stadiumit Albania në kryeqytet, pikërisht pak çaste përpara nisjes së ndeshjes supersfidës Dinamo Vllaznia, java e 20, kategoria A-20 superiore. Kam këtu pranë Ilir Nallbanin, ish futbollisti i Vllaznisë nga Kosova që ka kontribuar për shumë kohë me ekipin e Vllaznisë. Ka udhëtuar nga Kosova për të ndjekur Vllaznin. Nallbani, kënaqësi që jeni me ne. Faleminderit shumë që ju takova. Faleminderit për gjithçka. Atmosferë shumë entuziaste në këtë pragndeshje, çka duket se presim një ndeshje shumë interesante. Shpresoj që ekipi i Vllaznisë sonte të fiton ndeshjen, sepse ka nisë të hi në formën sportive, ashtu si ka hije të thotë edhe ndeshjen e fundit, u vlerësua shumë ndeshja e fundit, se mujti të thotë një nga pretendentit kryesor për titull e Gnatia, 1-0. Sigurisht dhe sonte ka qenë një ndeshje shumë e bukur, edhe shpresojmë që Vllaznia të fitojë këtë ndeshje. Ilir Nallbani, pra pikërisht Nallbani që kam këtu, pranë meje, ka luajtur jo pak për Vllaznin dhe në këtë stadium. Çfarë kujton ky stadium? Keni në një moment kulbor me uniformën e kuqe blu? Na kujton gjithçka, domethënë gjitha ato emocione që na ka dhëruar ekipi i Vllaznisë, ai isha pjesë e saj. Disa derbi kemi zhvilluar këtu me Tiranën, me Dinamon, edhe ekipe tjera. Megjithatë kemi kujtime të bukura. Unë pra po them, i falenderoj gjithë tifozëve për mbështetjen dhe natyrisht jam tifoz edhe i Vllaznisë çdo herë dhe i përcjell çdo herë ato mundësi që kam dhe unë shpresoj me plot zemër që sonte të fitoj. Shpresojmë sepse ndeshja. Dy skuadra që vinë në këtë supersfidë me pikë të barabarta. Ke shikoni me të avantazhuar se mund të marrë 3 pikëshin? Sigurisht që edhe mos të harrojmë se edhe Dinamo ka një ekip shumë të mirë, edhe Vllaznia gjithashtu, megjithatë sonte pak e favorizon normalisht Dinamon sepse luan si vendas, edhe pse nuk është stadiumi i tyre, po luan si vendas në shtëpinë e tyre. Megjithatë edhe Vllaznia duhet me një kujdes shumë të madh, këto e dinë edhe mirë Di Martini trajneri, kështu që shpresojmë që ekipi të jetë mirë psikologjikisht dhe të qaset ndeshjes mirë dhe pse jo edhe të fitoj 3 pikë. Megjithatë mbetet të shihet. Pas zakonit të këtyre lidhjeve ne parashikojmë edhe rezultatet me shifra, si e parashikon Nallbani? Shpresoj që të fitoj Vllaznia 1-0, edhe pse kam shumë dëshirë të shohim edhe ndeshjet çapo prodhon. Me autor të golit? Bekim Bala. Nasi që ishim me ju, ishim me Ilir Nallbanin, ish futbollistin e Vllaznisë, i cili tashmë është trajner në Kosovë, ka ardhur posaçërisht për të ndjekur Vllaznin në kryeqytet në stadiumin kombëtar. Faleminderit Ilir. Faleminderit shumë.